Hijreti. Ndërkaq i dërguari ishte kthyer tek Ebu Bekri, dhe pa humbur kohë ata dolen nga një dritare në pjesën e pasme të shtëpisë së tij, ku dy devet e samarosura tashmë po i prisnin. I dërguari hipi mbi njërin, ndërsa Ebu Bekri mbi tjetrën, me të birin Abdullah. Pas tij, siç kishin planifikuar, ata u nisën drejt një shpelle në malin e thepër, paksa në jug rrugës për Gjemen, sepse e dinin që me të zbuluar mungesat të dërguarit, grupe kërkimi do të niseshin për të mbuluar të gjitha rrethinat veriore të qytetit. Kur ishin pak më tan rrethinave të Mekës, i dërguari ndali depen dhe duke shikuar mbrapa tha: "Nga tërë toka e Zotit, ti je vendi më i dashur për mua e më i dashur për Zotin. Dhe sikur të mit të mos më kishin përzënë, nuk do të kisha lënë." Amir ibn Fuhejre, bariu të cilin Ebu Bekri kishte blerë si sklav dhe kishte liruar për t'ia lënë delet nën kujdes, i kishte ndjekur nga pas me tufën e tij për t'u mbuluar gjurmët. Kur mbërritën shpellën, Ebu Bekri e nisi të birin në shtëpi me devet, duke i thënë të mbante vesh siç duhej në Mekë, të nesërmën kur mungesa të dërguarit të zbuloj dhe të sillte haber natën tjetër. Amiri duhet të kullosë delet, si zakonisht me barinë të tjerë, gjatë ditës t'i sillte në shpellën natën, duke mbuluar gjithë në gjurmët e Abdullah mes thebrit dhe Mekës. Natën tjetër, Abdullahu u kthye në shpellë bashkë me të motrën Esman, e cila kishte sjellë ushqim. Lajmi ishte se Kurejshet i kishin ofruar një shpërblim prej 100 devesh, atij që mund të gjente Muhamedin ata sillte në Mekë. Kalorësit ndiqnin tashmë çdo shteg normal nga Meka në Jethrib, duke shpresuar t'i mbërrinin të dy, sepse supozohej që Ebu Bekri ishte me të dërguarin nga që edhe ai ishte zhdukur. Por të tjerë ndoshta të panjohur për Abdullahun menduan se ata duhet të ishin fshirë në njërin nga shpellat e shumta në kodrat përreth Mekës. Veç kësaj, arabët e shkretetirës janë gjurmëues të mirë. Edhe kur një tufë delesh pason të 2 ose 3 deve, beduini mesatari pikaste me njëherë mbetje të gjurmëve më të mëdha të thundrave të deves, që mizeria gjurmëve më të vogla nuk i kishte fshirë. Duke jo më shumë gjasa që të aratisurit të ndodheshin në jug të qytetit, por për një shpërblim të tillë të majmë, duhej provuar çdo mundësi, dhe devet u kishin paraprirë. Padyshim deleve në ato gjurmë që të çonin në drejtimin të thebrit. Ditën e tretë, qetësia e strehores së tyre malore u prish nga tingulli i zogjve, një çift pëllumba shkëmbor menduan ata. Duke gugatur e rrahur krahet jashtë shpellës, pas pak dëgjuan tingullin e mbytur të zërave të burrave në një farë largësie nën ta, por që forcoi dal nga dal. Thua se ata po i ngjiteshin shpatit të malit. Ata nuk e prisnin Abdullahun deri pasi të binte nata, dhe kishin mbetur disa orë deri në muzg, dhe në të vërtet brenda shpellës kishte qytetërisht pak dritë për pjesën e ditës që ata mendonin se ishte. Tani zërat nuk ishin larg, 5 ose 6 burra më së paku, dhe po afroheshin edhe më tepër. I dërguari e vështroi Ebu Bekrin e tha: "Mos u brëngo, se Zoti është vërtet me ne." Pastaj tha: "Ç'mendon për 2 njerëz kur Zoti është i treti i tyre?" Tani ata mund t'i dëgjonin tingujt e hapave që u afruan e pastaj ndaluan. Burrat purinin për jashta. Ata folën vendosmërisht, të pajtuar të gjithë se nuk ishte nevojë të hyej në shpellë, sepse nuk ishte mundur që aty të ndodhi kush. Pastaj u kthyen nga kishin ardhur. Kur tingulli i hapave mbrapa kthyes dhe zërave të tyre ishte shuar, i dërguari dhe Ebu Bekri shkuan te gryka e shpellës aty përballë saj, duke mbuluar thuajse krejt hyrjen.
Ishte një pemë akatsie e lartë gati sa një burr, që nuk ishte qenë aty në mëngjes. Dhe mbi qarjen e mbetur midis pemës dhe murit të shpellës, një merimang kishte thurur rjetën e vet. Ata pan përmes rjetës dhe aty në lugore në një shkëmbi, tamam ku mund të vinte këmbën një njeri për të hyrë në shpellë, një pellumbesh shkëmbinjsh. Kishte bërë një fole dhe rinte pranë si të kishte vezë, që pëllumbi saj i kishte vënë mbi një parvaz jo shumë më lartë. Kur dëgjuan Abdullahun e të motrën që po afroheshin në vaktin e pritur, e menjanuan me butësi rjetën që kishte qembrojtësi atyre, dhe duke bërë kujdes që të mos e shqetësonin pëllumbeshën, dolën t'i takonin. Kishte ardhur edhe Amiri, kësa here patufën e tij. Ai kishte sjellë beduinin, të cilin Ebu Bekri kishte besuar deve që kishte zgjedhur për udhëtimin e tyre. Ai njeri nuk ishte ende besimtar, por mund t'i besoje se do t'u ambante sekretin si dhe t'i udhëhiqte në destinacion përmes veshtigjes gjarpëruese, të cilat vetëm një i biri vërtet i shkëtëtirës i dinte. Ai po priste në luginën aty poshtë me 2 kafshë që kishte sjellë me vete, një deve të tretë për vete. Ebu Bekri do të merrte Amirin brapa në të tijen, për të kujdesur për nevojat e tyre. Ata e lanë shpellën dhe zbritën shpatit. Esmaja kishte sjellë një rast me furnizime, por kishte haruar të sillte një ritar, kështu që hoqi brezin e saj dhe ndau në 2 pjesë. Njërën prej të cileve përdori për të lidhur mirë trasten për Samarin, e të ati duke mbajtur tjetrën për vete. Ja përse ajo mori titullin Dybrezorja. Kur Ebu Bekri ofroi të dërguarit dhe vend më të mirë, ai tha: "Nuk do të ngaj një deve që nuk është e imja." "Po, është e jotja, o i dërguari i Zotit," tha Ebu Bekri. "Jo," tha i dërguari. "Po sa pagove?" Ebu Bekri i tregoi e ai tha: "E marr me atë çmim." Ebu Bekri nuk ngulmoi më tej për t'ia dhuruar. Edhe pse i dërguari kishte pranuar shumë dhurata prej tij në të shkuarën, sepse ky rast ishte solem. Ishte hijreti i të dërguarit, shkëputja e të gjitha lidhjeve me shtëpinë dhe adheun për hir të Zotit. Ofrimi i tij, veprimi i mërgimit, duhet të ishte kryesisht i tij, pa hisën e kujt, në cilin do aspekt. Kafsha mbi të cilën ky veprim do të kryhej, pra duhet të ishte tia. Nga se ishte pjesë e ofrimit të tij, emri i deves ishte Kasba, dhe ajo mbeti deveja e tij preferuar. Udhërëfyesi i largoi nga Meka në perëndim e pastaj pak në jug gjersa erdhe në bregun e detit të Kuq. Ithribi ishte në drejtim verior me Mekën, por vetëm pas kësaj pike u doli atyre në shteg veriu. Rruga bregore shkon për veri perëndim, dhe për ca ditë ata vazhduan kështu. Një prej neteve të tyre të para, duke shikuar matan ujë drejt shkëtëtirës nubiane, ata pan hënën e re të muajit Rabi ul Evel. O hënë e hajrit dhe hidajetit, besimin e kam tek ai që të krijoi. Kështu thoshte i dërguari kur shihte hënën e re. Në mëngjes, ata u stepën disi tek pan një karvan të vogël që po afrohej nga kau i kundër. Por ndjenjat e tyre ndryshuan kur panë se ishte kushëriri i Ebu Bekrit, Tarhaj që po kthej nga Siria, ku kishte bler roben dhe mallrat e tjera, me të cilat ishin ngarkuar dhe vetë tia. Ai kishte ndaluar në Jethrib dhe kishte ndërmend të kthej atje sapo të shkarkonte mallin në Mekë. Ai tha se mbërritja e të dërguarit në oaz pritej me padurimin më të madh. Dhe para se t'u jepte lam të mirën, i dha secilit një palë roba nga veshjet e bardha të rafinosura siriane, të cilat kishte dashur t'u ashiste disa prej kurejsheve më të pasur. Jo shumë pas takimit me Talhain, ata kthyen nga veriu, duke ja larguar paksa bregut, pastaj në verilindje, duke marrur më në fund për Jethrib. Në një pikë të udhëtimit të tyre, i dërguari mori shpadjen që i tregonte:
Vërtet, ai që ta ngarkoj Kuranin, do të sjellë në vendkthim sërish. Pak pas agimit të ditës së 12, që kur kishin lënë shpellën, ata mbërritën luginën e Akikut, dhe pas i kaluan luginën, ju ngjitën shpatëve të thepisura në anën tjetër, para se të arrinin majën. Dielli ishte ngritur lart dhe nxehtësia ishte përvluese. Ditëve të tjera do të ishin dalur për të pushuar derisa vapa e madhe ditës të kalonte, por tani vendosen t'i ngjiteshin kreshtes përfundimtare të sepërpjetës dhe kur më në fund arritën të shihni fushën poshtë tyre, nuk mund të bëhej me fjalë për frenim. Vendi që i dërguari kishte parë në ëndër, toka e mirujitur mes dy shtresave të gurëve të zinj, shtrihej para tyre dhe e gjelbër gria, e korijeve dhe palma, me jeshila e vreshtave dhe baqeve të shtrira në një largësi 3 midjesh, prej rrezës së shpatit, nga i cili duhej të zbrisnin. Pikë më e afërt e gjelbrimit ishte Kubaja, ku shumica mërkuesve nga Meka kishin qëndruar fillimisht dhe ku ndodheshin ende shumë prej tyre. I dërguari i tha udhërefyesit të tyre: "Çona drejt e të beni Amret në Kuba dhe ende mos i ofro qytetit, se kështu quhej pjesa më e popularizuar e oazit. Ai qytet do të njerë se shpejt janë mban Arabisë, dhe se andemi Gjetiu si qyteti në arabishte El Medina, në anglishte Medina." Disa ditë më parë, heberet për zhdukjen e të dërguarit dhe shpërblimin e ofruar për të kishin mbërritur në oazë nga Meka. Populli i Kubas e pritnin nga dita në ditë, sepse koha e parashikuar e mbërritjes së tij tashmë kishte kaluar kështu që çdo mëngjes, pas faljes së sabaut, disa nga Beni Amrit dilnin për ta kërkuar dhe me ta shkonin burrat e fisëve të tjera që jetonin në atë fshat, si dhe ata Kurejsh mërkimtar që ishin aty akoma dhe nuk ishin lëvizur ende në Medinë. Ata dilnin për te i fushave dhe pemishteve me palma deri te shtresa e dhaves, dhe pasi vazhdonin një farë largësie, dalonin e prisnin gjërsa gjatësia e diellit bëhej e ashpër. Pastaj ktheheshin në shtëpitë e tyre. Ata kishin dalë atë mëngjes, por ishin kthyer para se 4 udhëtarët të fillonin zbritjen e tyre. Shpati shkëmbor. Syt nuk po shikonin më ande në pritje, por dielli ndriti mbi rrobat e reja të bardha të dërguarit dhe Abu Bekrit që u kundërvunte më tepër ndaj sfondit të gureve vulkanik gjyrë blu të errët në të zezë. Dhe një qifuti që ndodhi të ishte në palluaz të shtëpisë së tij ja kapi syri. Ai e diti më njëherë se kush duhet të ishin, sepse qifutët e Kubas kishin pyetur dhe marrë gjevap, përse atë shumë fëqinjtë e tyre kishin nisur të dilnin grupe në shkretëtin çdo mëngjes. Kështu që thiri me sa zakishte: "Bite ka lehut, erdhi!" Thirrja u ndërmor më njëherë dhe burra, gra e fëmijë nxituan nga shtëpitë e tyre dhe vëshuan edhe njëherë me rrypin me gjelbërim të çonte të shtresa gurore. Por nuk u duhej të shkonin larg, sepse udhëtarët tashmë kishin mbërritur palmoren mëskajore. Ishte një mesditë gëzim të madh. Anë mban dhe i dërguari ju drejtua me fjalët: "O njerëz, jepni njëri tjetrit selam, ushqeni të varfërit, ndërroni lidhjet farefisnore, faluni në orët kur të tjerët flejnë. Bashkë kështu do të hyni në xhenet në paqe." U vendos që ai të vujte në Kulthumi, një i mshuar i Kubas, që kishte mikpritur më parë në shtëpinë e vet Hamzain dhe Zeidin kur kishin mbërritur nga Meka. Beni Amret, klani i Kulthumit, ishin evs dhe nuk ka dyshim se pjesërisht për arsye që të dyja fiset jetëribase të ndanin në mikpritje ndaj të dërguarit. Ebu Bekri bujti të një hazreq në fshatin Sun, që ishte pak më afër Medinës. Pas një a 2 ditësh, Aliu arriti nga Meka dhe qëndroi në të njëjtën shtëpi si i dërguari. Ishin dashur 3 ditë t'u akthente pronat e lëna tek ai,
pronareve të ndryshëm të tyre. Të shumt ishin ata që erdhën të përshëndesnin të dërguarin tani. Mes tyre dhe disa qifut të Medinës që ishin tërhequr më shumë nga Kurejshtja se sa dëshira e mirë. Por mbrëmjen e dytë ose të tretë, erdhi një burr që kishte pamje të ndryshme nga kushdo tjetër, i cili dukej qartë se nuk kishte as arab, as qifut. Selmani, kështu quhej, ishte lindur nga prindër zoroastrian pers në fshatin Gjeit pranë Isfahanit. Por ishte bërë kristian e kishte shkuar në sëri në rini të njohur. Aty ishte përngjitur një përshkopi të përzotshëm, i cili kishte rekomanduar në shtratin e vdekjes të shkonte te përshkopi i Mosulit, që ishte i moqëm si ai, por njeri më i mirë që njihte. Selmani u nis për në veri të Irakut e ky ishte për të një fillim i një serie përngjitjesh ndaj urtarëve të moqëm kristian, gjërsa i fundit për tyre, dhe ai në shtratin e vdekjes i tha se ishte afruar koha kur do të shfaqej një i dërguar. Ai do të niset me fenë e Ibrahimit dhe do të dalë në Arabi, ku do të mërkoj nga shtëpia e tij për një vend mes dy shtresash llave, një vend me palma. Shenjat e tij janë të dukshme. Ai do të hajë nga dhurata, por jo nëse është dhënë lëmosh, dhe midis shpatullave. Aty ka vulën e profecisë. Selmani e ndau mendjen t'i bashkojë të dërguarit dhe pagoi një grup tregtarë shtëpisit kalb që ta merrnin me vete në Arabi. Mirë po, kur mbërritën në Vadil Kura, pranë xhirit të Akabas, në veri të detit e Kuq, ata ja shitën një qifuti si sklav. Pamja palmave në Vadil Kura e bëri të mendonte se mos vallë ky mund të ishte qyteti që kërkonte. Por ai kishte dyshimet e tij. Por nuk kaloi shumë dhe qifuti ja shiti kushëririt e tij te Beni Kureidhes në Medinë. Dhe më të parë rështrirjen e tokës, ai e diti pa asnjë dyshim se ky ishte vendi ku do të mërgonte i dërguari. Pronari i ri i Selmanit kishte një kushëri tjetër që jetonte në Kuba, dhe pas mbërritjes së të dërguarit, ky qifut i Kubas u nis për në Medinë me haberin. Ai e gjeti kushëririn e tij të ulur në njërin prej palmave të tij. Dhe Selmani, që po punonte maj pemës, e dëgjoi të thoshte: Zoti mallkoft të bijtë e Kailehut, janë mbledhur pikërisht tani në Kuba rreth një njeriu që u erdhi sot nga Meka. E mbajnë për profet. Fjalët e fundit të mbushën Selmanin me siguri se shpresat e tij ishin realizuar e impakti ishte aq i madh sa që i tërë trupi ju kaplua nga dridhmat. Ai druajti se mund të bënte nga pema, kështu që zbriti me të ulur në tokë. Nisi ta pyeste qifutin nga Kubaja, por pronari u zemrua dhe urdhëroi t'i kthej punës mbi pemë. Megjithatë, atë natë ai u përvodh duke marrë me vete ca nga ushqimi që kishte ruajtur dhe shkoi në Kuba, ku e gjeti të dërguarin të ulur me shumë prej shoqëruesve të tij, të rinj e të vjetër. Selmani ishte bindur tashmë, por megjithatë ju afrua dhe i ofroi ushqimin, duke specifikuar se jepte si lëmosh. I dërguari u tha shoqëruesve të tij të hanin prej tij, por nuk hëngri vetë. Selmani shpresoi se një ditë do ta shite vulën e profecisë, por të ndodhe në praninë të dërguarit dhe ta dëgjonte tek priste. Ishte boll për atë takim të parë, dhe ai u kthye në Medinë, i ngazëlyer dhe mirënjohës.